në arrestimin e burgimin tim në qeli me izolim. Më shumë se një herë ish kryetari i Partisë Demokratike dhe president i Republikës zoti Sali Berisha ka deklaruar në intervista ose konferenca shtypi me të huajt se Nexhmia Hoxha nuk akuzohet për çështje politike, por për përvetësim të shumave të mëdha të pasurisë shtetërore, kurse në të vërtetë arrestimi im ishte një nga 4 kushtet që ishte vënë qeverisë së stabilitetit. Akuzat ndaj meje po të ishin vetëm për shpenzime financiare të palishme, përse duhej vendimi ekstrem i arrestimit e burgimit tim në qeli në kushte izolimit të rrept, pa dalë në qiell e në diell për gjithë vitin, as në dimër, as në verë. Jo, arrestimi im u bë për motive politike, përveç urrejtjes për emrin që mbaja dhe etheve revanshiste disa lider kokënxehtë të Partisë Demokratike, megjithse jo akoma në pushtet, kishin për qëllim për t'i thënë e për t'i bërë presion dikujt a disave që ligjin e bëjnë ata, arrestojnë këtë duan, rrëzojnë qeveri e caktojnë zgjedhje kur duan ata. Të tjerët, sado postë të lartë e të ligjshëm të kenë, janë vetëm për të miratuar vendime e për të firmosur dekrete. Është fakt që firmat për arrestimin tim u hodhen nën presionin e forcave politike partijake në mënyrë arbitrare, kur hetimet ishin përfunduar dhe pas sqarimeve që u dhanë, formulimi i akuzës u ndryshua nga përvetësim i pasurisë shtetërore, mbeti vetëm për shpërdorim detyre. Në mënyrë arbitrare u mbajta e burgosur në qeli izolimi mbi 1 vit dhe asnjë nga organet e drejtësisë, drejtuesit e tyre të vjetër e të ri, nuk morën parasysh kërkesat e mia për ndryshimin e masës së burgimit me arrest të shtëpie, duke marrë parasysh gjendjen time shëndetësore, moshën 72 vjeçare dhe faktin se isha e vetmja grua e arrestuar për motive politike dhe në kushte kaq të rënda në Shqipëri, e mund të themi dhe në Evropë, përveç motrave tona shqiptare në Kosovë e në ish Jugosllavi. Në aktakuzën që u lexua këtu, dhe siç e theksova në fillim, shuma që më ngarkoi në aktakuzën e parë pas ekspertizës u përgjysmua, kurse masa e fajësimit që parashikohet nga hetuesi rëndohet e bëhet përsëri si në akuzën e parë për përvetësim të pasurisë shtetërore. Pyetjet time për këtë kundërshti jo logjike, hetuesi, i cili ndoqi çështjen time nga fillimi në fund, mu përgjigj që është ai vetë që e ndryshoi mendjen. Tash si ta quajmë këtë? Pasiguri profesionale, ndryshim konjunktural, apo presioni jashtëm politik mbi organet e drejtësisë? Ç'të themi e ç'të mendojmë kur shumë gjëra dëgjojmë e shumë shkruhet mbi presionet që ushtrohen arbitrarisht ndaj organeve të drejtësisë. Ato sot duhet të jenë të pavarura e të ushtrojnë të lira detyrat e tyre për zbatimin e drejtë të ligjeve sipas dispozitave kryesore të Kushtetutës së sotme të Shqipërisë Demokratike. Si një pikë kryesore që mendoj se ka rëndësi të theksohet para se të futem në hollësitë konkrete të aktakuzës, është: unë kam pasur dhe kam akoma aktualisht bindjen se shpenzimet që janë kryer realisht
në shtëpinë time pas vdekjes së Enver Hoxhës nuk janë të palishme. Ato duhen vlerësuar e gjykuar sipas parimeve, ligjeve e praktikave të kohës kur janë kryer në kushtet e monizmit parti-shtet. Vendimet e asaj kohe, kur edhe sipas kushtetutës atërshme, partia udhëhiqte, drejtonte e kontrollonte gjithë jetën e vendit, qenë të detyrueshme për organet dhe administratën shtetërore. Mbi këtë bazë shpeshherë, me të drejtë ose pa të drejtë, ato zëvendësonin aktet ligjore e nënligjore, teori e praktikë që buronte nga sistemi ekonomiko-shoqëror socialist, që në ato vite ekzistonte jo vetëm në vendin ton, por edhe në vende të tjera ish socialiste, në Bashkimin Sovjetik, në Evropën lindore e në disa kontinente. Ky realitet njihej e pranoi edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore, mbi bazën e së cilës lidheshin dhe traktate shtetërore, jo thjesht ekonomike, por me rëndësi jetike për njerëzimin, si ato në fushën ushtarake, për armët atomike e tjerë. Në këtë akuzë, lidhet poshtë pohimi dhe argumentimi im se për trajtimin e familjes Hoxha ka pasur vendim veçantë. Unë vazhdoj të insistoj se vendimi për trajtimin e veçantë familjes son ka ekzistuar që në vitet 60, 1966-68, nuk e mbaj mend. Dhe në bazë të kësaj praktike janë bërë shpenzimet edhe pas 1985, pa asnjë urdhër, kërkesë të imponuar nga ana ime, as me gojë, as me shkrim. Në qoftë se mohohet ekzistenca e këtij vendimi, atëherë organet ose personat përkatës le të përgjigjen mbi çfarë bazë janë bërë pagesat për shpenzimet shtetërore të familjes Hoxha. Vurare në akt akuzë dhe lexova në ndonjë dokument të dëshmitarëve që jo vetëm bëjnë sikur se dinë që familja jon kishte një trajtim të veçantë, ndërkohë që këtë trajtim e gëzonin edhe ata vetë, por kanë gjetur një rrugë dalje duke u lënë në përgjegjësi në kurriz drejtorisë së pritjes dhe konkretisht drejtorit të saj Kino Buxheli. Ai mund të ketë përgjegjësinë e vet për aq sa i përket, por jo për vendime që s'mund të merreshin nga ai. Në akt akuzën që u lexua këtu, thuhet se pas vdekjes së Enver Hoxhës, problemi i trajtimit të veçantë të familjes pushoi. Për këtë s'jepet asnjë argument a vërtetim, përveç faktit që ministri i Brendshëm nxori vendimin kaq e aq në numrat përkatëse për tërheqjen e oficerave të shoqërimit e të sigurimit të Enver Hoxhës. Ky vendim ishte krejt i natyrshëm, se nuk kishin më punë aty këta oficera, kurse për aspekte të tjera të trajtimit nuk bëhet fjalë as me gojë, as me shkrim. Në akt akuzën e dytë, kjo çështje shtrohet më saktë. Aty thuhej se pas vdekjes së Enver Hoxhës, problemi i trajtimit të familjes u lanë në heshtje nga unë dhe organet kompetente shtetërore, unë do të shtoja dhe ato partijake. Që u lanë në heshtje nga këto organe, kjo është më se e vërtetë, kurse nga unë jo, dhe këtë mund ta vërtetoj me fakte. Hedh poshtë përpjekjen në akt akuzë për të më atribuar një rol aktiv në thojza, jo për të kufizuar shpenzimet, por për të shtuar ato. Ky konkluzion
nuk gjenë mbështetje në faktet që ndodhen në dosjen hetimore e që do të administrohen këtu gjatë seancave të hetimit gjyqësor. E shoh të nevojshme që përpara kësaj gjykate të ekspozoj të vërtetën e kësaj çështje, e cila jo pa qëllim është lënë në harresë dhe nga hartuesit e akt akuzës. Përse vazhdoi trajtimi i veçantë i familjes Hoxha edhe pas 1985-s? Për këtë, siç e thash, le të përgjigjen personat veçantë që u përkiste të merrnin ose të anullonin vendime në këtë drejtim. Unë nga ana ime, gjatë një vizite në prill të 1985-s të ish presidentit Ramiz Alia, e njoftova se do të lija ambientet e punës e pjesën zyrtare të shtëpisë së re dhe do të kaloja në një apartament prej 3 dhomash në pjesën e pasme të shtëpisë pranë fëmijëve. Dhe ashtu bëra. Më fal, kur të çdat? Në ç'vit e keni bërë këtë? Në prill të 84-s. Kam marrë vizitë pas ngjarje, të 85 pas ngjarjes. Po. Viti mos u kthe. Riti. Dhe ashtu bëra, duke vazhduar të paguaja një qira maksimale 2.500 lekë dhe fëmijët nga 1.000 lekë të vjetra për apartamentet e tyre. Në këtë bisedë hodha mendimin që shtëpia e vogël, ku ne kishim banuar plot 30 vjet që nga çlirimi, të mbetej siç është, kurse në sallonin e madh të pritjes së shtëpisë së re, ku ne po bisedonim, mund të vendoseshin disa vitrina me disa nga dorëshkrimet e Enverit, disa nga mjetet e punës relike, duke lënë studion lart, bibliotekat e hollëve dhe dhomën e gjumit siç janë. Ai mu përgjigj, unë kam plane të tjera. Do të bisedojmë tjetër herë. Kjo shtëpi do të mbetet siç ka qenë. Ne do të vazhdojmë të vijmë, se me këtë shtëpi na lidhin shumë kujtime e tjerë. Këto shprehje pak a shumë janë përdorur edhe në vizitat e veçanta ose kolektive që më kanë bërë në shtëpi antarët e byros politike e qeverisë. Dikush përdori ato ditë edhe shprehjen status quo. Asgjë do të ndryshojë. Kur unë bëra sugjerimet për destinacionin e shtëpisë së vogël dhe rregullimet në pjesën zyrtare të shtëpisë së re, as më kishte shkuar mendja për muze tjetër dhe aq të madh. Me këtë tjetër keni biseduar nga këta antarët e byros politike? Një të vazhdojmë. A i ke poshtë? E kam këtu, po. Ish kryeministri Adil Çaçani në etosi ka deklaruar se i ka thënë Ramiz Alis çdo të bëjmë me trajtimin e familjes së Enverit. Dhe ai që nga përgjigjur tani për tani të mos merret asnjë mas ose ndonjë mas. Kurse në dëshminë e tij, ish presidenti Ramiz Alia e kalon këtë çështje duke deklaruar se mendova se Adili do të kishte marrë masa. Gjatë takimeve me drejtorin e drejtorisë së pritjes Kino Buxheli, takime që beshin afërsisht jo më shumë se në 2-3 muaj, ose sipas nevojave që paraqiteshin, në 5 vitet që trajton akt akuza, ai asnjëherë nuk më ka lënë as të largu të kuptoj që kjo ose ajo gjë s'më përkiste. Do me thënë, ai s'kishte marrë ndonjë urdhër të ri nga ndonjë prej zyrtarëve të lartë partijak ose shtetëror.
Gjithë ato vendime e shkresa që citohen në akt akus, unë i kam njohur vetëm në hetusi. Sipas rregullave të njohura, kur dalin vendime, të interesuarve që u përkasin, u marrin firmën që morën njoftim. Le të qëndet qoftë edhe një firmë timja dhe me dashje a papërfillje ta kem shkelur atë vendim që bie në kundërshtim me një ligj ose akt nënligjor. Në akt akuzë thuhet se kam përdorur urdhrin në thonjza, por të gjithë më njohin që nga shoqet e mësuesit e shkollës, shokët e shoqet e punës, e shumë njerëz me të cilët kam pasur të bëj, si dhe në shtëpi për ditë, kam pasur të bëj me personel shërbimi e usharak. Le të dalet qoftë edhe një që të flas për arrogancë e prepotencë nga ana ime. Kam qenë gjithmonë korrekte në marrëdhënie me njerëzit të çdo shkalle qofshin. Unë nuk besoj të jetë pohim i Kino Buxhelit që unë pas kam dhënë urdhra në thonjza se si të jenë edhe shtëpit e pritjes në rrethe. Ato kanë qenë vetëm këshilla që janë bërë vetëm në ndonjë rast të rrallë, këshilla nga një grua që siç bëjnë zakonisht shumë gra, kur u bien më shumë në sy, mungesat në paraqitjen e kulturuar, në shërbim, higienë e tjerë. Shkëlqyetje kishte shteti nga kjo, aq përfitim kisha unë, më duket akuzë absurde. E konsideroj të pabazuar ligjërisht konkluzionin tjetër të akt akuzës, sipas të cilit kryerjen e veprave penale të përvetësimit të pasurisë shtetërore dhe të shpërdorimit të detyrës i paskam realizuar në bashkëpunim me të pandehurin Kino Buxhelin. Kërkesat ja kam drejtuar Kino Buxhelit si drejtor i drejtorisë së pritjes, që vazhdoi të merret direkt me mbikëqyrjen e administrimit të shtëpisë sonë edhe pas 1985-s, nuk kanë qenë urdhra që ai, duke i ditur se ishin të kundërlishëm, i ka zbatuar verbërisht. Gjithashtu, kërkesat e bëra nuk kanë qenë as marrëveshje midis ne të dyve për të kryer veprime në kundërshtim me ligjin, me qëllim që të përvetësoj ose të dëmtoj pasuria shtetërore. Përkundrazi, kërkesat që ja kam drejtuar atij për të furnizuar me artikuj të ndryshëm, me pagesë kur ato ishin të karakterit personal, apo që kryeshin shërbime që ishin objekt i punës së tij, bazohen si në normat që ishin caktuar atij, ashtu edhe në të drejtat që më qenë njohur nga drejtuesit më të lartë shtetëror e partijak të asaj kohe për të vazhduar trajtimin e mëpashëm si familje e ish udhëheqësit kryesor të partisë e të shtetit monist. Thash më lart se nuk është e drejtë që përgjegjësia për mos ndryshimin e trajtimit tim pas 1985-s të lihet drejtorit të drejtorisë së pritjes, ose të spekulohet që unë po përfitoja duke qenë e ndërgjegjshme se nuk më përkishte ky trajtim, sepse si thuhet në akt akuzë, në thonjza, unë si isha veçse antare e Komitetit Qendror dhe deputete, kjo është edhe e vërtet edhe jo. Pse? Sepse pikërisht pas 1985-s, jo vetëm nga ana materiale nuk ndryshoi, por mua mu krijua, si të thuash, një status i ri politik. Është i njohur fakti që u zgjodha kryetare e Frontit Demokratik të Shqipërisë, funksion i lartë e i nderuar që e kishte mbajtur për dekada e mberit. Si rrjedhim të këtij funksioni, mu caktua edhe një vend i ri në protokollin zyrtar shtetëror. Për trajtime të tjera
të karakterit politik e partijak, nuk kam se të flas këtu, se s'kan të bëjnë me akt akuzën. Nga sa parashtrova më lartë, del qartë se nuk jam unë që kam kërkuar privilegje, por persona të caktuar me funksione të larta partijake shtetërore e konsideruan të drejtë për atë periudhë ruajtjen e gjendjes së mëparshme të kushteve të banimit e të jetesës të nevojshme këto për zhvillimin e veprimtarive politike, mbajtjen e kontakteve me popullin, si dhe me personalitete të ndryshme që vinin në Shqipëri. Gjithë këto bëheshin jo si person e privatisht, por si kryetare e Frontit Demokratik dhe militante e vjetër politike për një periudhë 50 vjeçare, bëheshin jo për interesa personale, por në dobi të Partisë Unike në fuqi e të Shtetit Shqiptar. Shumë nga këto kontakte janë bërë me porosi nga lartë. Kishte raste kur takimet me ndonjë personalitet ose delegacion të huaj që vinte në Shqipëri, mendoj të mos bëheshin në rrugë partije ose në nivele të larta shtetërore, por më rekomandoj t'i prisja unë si kryetare e Frontit Demokratik. Disa nga këto takime janë bërë të njohura publikut me anë të shtypit e të televizionit. Mendoj se në këtë drejtim nuk ka më nevojë për trajtim të mëtejshëm. Është shpjegime për akuzat të shprehura në shifra. Me leje 1 minutë vetëm. Në etësi kam deklaruar se në gjyq nuk do të merrem me shifrat për të cilat akuzohem, sepse janë manipuluar me qëllime keqdashëse politike. Edhe në etësi nuk kam dashur të merrem me ollësira në zbërthimin e tyre, por kjo mu kërkua me insistim. Unë ndodha në vështirësi, sepse në ato kohë avokatët kërcënoheshin dhe refuzonin të merreshin me çështjen time. Edhe ai që pranoi më la në mes të seancave hetimore. Kështu, kundra vullnetit tim, u detyrova të jap shpjegimet e argumentimet e nevojshme që mu kërkuan, por që siç shoh, shumica e rasteve në akt akuzë janë injoruar, sepse ashtu u adonte puna akuzuste politik. Unë kam marrë pjesë në 10-12 seanca hetusie me 3-4 orëshe. Pas arrestimit të papritur, unë insistova për avokatë mbrojtës dhe si i tillë u ngarkua nga Ministria e Drejtësisë zoti Dimitër Beshiri. Për kurajon civile e profesionale që pati, duke marrë përsipër çështjen time, unë e falenderoj këtu publikisht, duke theksuar njëkohësisht se ai kështu mbron ligjin dhe parimet mbi të drejtat e njeriut kushdo qoftë ai. Atyre që kam thënë në etësi, unë nuk u los asnjë presje. Trupi gjykues e ka dosje në dorë, le të gjykoj. Jam gati të përgjigjem për pyetjet që do më bëhen me qëllim që të dalë e vërteta. Po ndalem në drejtimet e veçanta për të cilat akuzohem. Për akuzën e përvetësimit pasurisë shtetërore. E para, drekat, darkat, pritjet, vizitat.
ngarkesa kryesore që më bëhet në akt akuz lidhet me drekat, darkat, pritjet e vizitet që janë organizuar në shtëpi, për të cilat janë shpenzuar nga shteti në 5 vjet 506.700 lek, që me kursin e sotëm zyrtar janë afro $5.067. Do me thënë rreth $1.000 në vit. Me këtë shumë, që përbën rreth 66% të shumës së përgjithshme për të cilën fajsohem në akt akuz. Unë njoha për herë të parë në hetusi. Prej vitesh me këto lloj shpenzime, merreshin persona të caktuar, si nga personeli i shërbimit në familje, konkretisht guzhinieri e kamarierja, dhe në të kaluarën nga ana e drejtorisë së pritjes, ishte caktuar një administrator i veçantë që bënte kontrollin e gjithanshëm, por pas vdekjes së tij, këtë kontroll e bënte vetë drejtori dhe firmoste dokumentet që i paraqiteshin. Prandaj, para ligjit, unë s'kam asnjë përgjegjësi, aq më shumë duke pasur parasysh atë që theksova në fillim, që këto shpenzime nuk janë të jashtëligjshme nga kushdo që janë bërë. Në akt akuzë, shpenzimet e mësipërme janë ndarë, si të thuash, në 2 grupime: darkat, drekat e pritjet të llogaritura së bashku, dhe nga ana tjetër janë veçuar vizitat. Lidhur me këtë ndarje, unë kam bërë vërejtje në hetusi dhe kam dhënë shpjegimet e mia, por këto në akt akuz janë injoruar. Prandaj po i përsëris këtu. Unë para kësaj gjykate deklaroj me përgjegjësi të plotë se dreka e darka të mirëfilta në shtëpinë time janë dhënë as janë dhënë 3 deri 4 në vit, duke përjashtuar ato familjare e rrethin e ngushtë që ishin të përjashtuara nga këto shpenzime shtetërore. Për këtë isha dhënë porosi kategorike. Këto pak dreka e darka kanë qenë për 2 kategori personash: për miq e delegacione të huaja, që në disa raste më janë rekomanduar nga lart, nga partia. Kategoria tjetër ka qenë për miq, shok e shoqe, sidomos veteran e strehus të Enverit gjatë luftës nacional shfirimtare, të cilëve unë nuk u bëja ftesa të veçanta, por vinin nga zona të larta për të më vizituar. Ka ndodhur që i kam mbajtur për drek. Në hetusi, unë kam dhënë si shembull vetëm ndonjë rast, por as atje, as këtu, nuk ja lejoj vetes, as atyre që janë marrë me dokumentacionin e hetusisë, të përmenden emra se kë kam pritur e përcjellur. Në qoftë se në dokumenta janë shënuar si shumë dreka e darka, për këtë të japin shpjegime kuzhinieri si dëshmitar dhe vet i pandeuri Kino Buzheli si drejtor që i ka firmosur. Ndonse nuk jam marrë personalisht me përllogaritjet e shumës së mësipërme dhe as me firmosjen e faturave, mendoj se ajo është reale, sepse kam besim të plot te kuzhinieri ynë që shërbeu disa 5 vjeçar në shtëpinë tonë, gjithmonë me ndeshmëri, si dhe te drejtori Kino Buzheli, që megjithse kontrolli i shtetit ndenjë 1 vit e gjysmë me dokumentat e kësaj drejtorie në përduar, sa su nxori ujë, si thuhet, me sa kam dëgjuar, abuzime e përvetësime personale të këtij drejtori të ri nuk i gjeti. Sipas mendimit tim, kjo mund të jetë bërë për të justifikuar kuotat e harxuara, se në fakt unë e kam shpjeguar në hetusi që disa pritje për delegacione të huaja kanë qenë si pritje koktej,
siç kanë qenë veçanërisht ato me rastin e 45 vjetorit të çlirimit 1989, kur shumë delegacione të diasporës dhe antifashiste të huaj, që kishin mbështetur luftën nacional-shqiptare, më vizituan si bashkëshorte e Enver Hoxhës dhe kryetare e Frontit Demokratik të Shqipërisë. Shumë nga këto janë dokumentuar e regjistruar nga televizioni. Pritje të tilla kushtonin diçka më shumë dhe si duket, pritjet e paradrekës janë shënuar dreka e ato të pasdites janë shënuar darka. Për numrin e personave që kam pritur ose më kanë vizituar, unë s'kam mbajtur shënime. Edhe për këtë anë merreshin të tjerë, si kamarierja ose personi i ngarkuar nga drejtoria e pritjes në rastet speciale. Numri që jepet në akt akuz për 5 vjeçarin 86-90 prej 12.158 persona për darka, dreka, si që quajnë ata, dhe pritje, më duket i egzageruar. Veç në janë përfshirë aty, përveç shoqëruesve zyrtar e përkthyesve, edhe korespondenta ATSH-s e të ndonjë gazete tjetër, teknikët e televizionit, fotoreporteri e tjerë. Në këtë shifër mund të jenë futur dhe ato raste kur disa personave u është dhënë diçka e thjeshtë, një pije më shumë se një kafe. Kurse numri i vizitorëve që u është dhënë vetëm një kafe, e që sipas aktakuzës janë 21.662 persona, gjatë 5 vjetëve mund të ketë qenë më i madh, që nuk më çudit. Viti 1986 ishte viti i parë pas vdekjes së Enverit, e zakonet e shqiptarëve janë të njohura. Më 1988 ishte 80 vjetori i lindjes. Gjërat duan gjykuar duke pasur parasysh atmosferën e atyre viteve, kur te varri i tij dhe në muze vinin nga rrethet kolektivisht e individualisht deri edhe në 3.000 veta në ditë. Për këto ka informacione të shkruara. Disa dhjetra e qindra nga këta, pas këtyre homazheve e vizitave, grumbulloheshin në postoblok dhe kërkonin të më vizitonin në shtëpi. Në këto kushte, sidomos për ditëlindjen, unë kam bërë përpjekje dhe kam marrë masa frenuese për të cilat kam folur në etusi dhe kam cituar disa emra që kishin mundësi të më ndihmonin në këtë drejtim. Këtë hetusi e ka vërtetuar duke thritur nga ata si dëshmitar. Sidoqoftë, shtëpisë së Enver Hoxhës s'mund të vija kyçi. Partia dhe shteti bën vetë shumë ceremonira e shpenzime me rastin e 80 vjetorit të lindjes dhe çdo vit në datat e shënuara zhvilloheshin shumë aktivitete masive nderimi e përkujtimi. Është tjetër gjë shtues sot. Gjerë në monstruozitetet më të pa imagjinueshme, por në të kaluarën jo shumë të largët ishte ndryshe. Prandaj, në ato kushte, ishte e natyrshme pse familja e tij duhet të ndalonte vizitat e njerëzve dashamirës. Me gjithë masat kufizuese, më 11 prill e më 16 tetor, vinin mbi 1.000 veta, do me thënë në 5 vjet beshin 10.000. Për këtë janë dëshmitar vetë njerëzit që kanë ardhur, bile dhe ata që më janë ankuar, se i kishin penguar të vinin. Në akt akuzë, në udhësi, jepen disa data, kur kanë ardhur me 20-30 veta, si ato për vitin e ri e tjerë, që nuk i quan zyrtare, dhe me tendencë nuk zënëgoj këto 2 data,
kur vinin me qindra vetë. Jo vetëm kjo mund të vërtetohet nëpërmjet faturave të furnizimit, por s'mund të vihet në dyshim edhe nga faktet e ditëve të sotme, që me gjithë propagandën e shfrenuar kundër Enver Hoxhës dhe të terrorit psikologjik që ushtrohet ndaj familjes së tij, duke qenë unë edhe në Burg, vetëm me rastin e zhvarrimit vandalist që u bë, më 3, 4 e 5 maj erdhën në familje mbi 500 vetë të njohur e të panjohur nga Tirana e nga rrethet. Duke bërë një përllogaritje të thjeshtë, vetëm gjatë 30 ditëve të vizitave më intensive në 5 vitet, për të cilat bet fjalë, numri i vizitorëve rezulton të jetë 30.000 persona. Prandaj, dhënia mesatares 18 veta në ditë është arbitrare. Përmbledhjet e përllogaritjet beshin në fund të muajit e kishte ditë e javë që s'kishte as pritje, as vizita zyrtare. Lidhur me sa shpjegova më lart, është i papranueshëm konkluzioni i aktakuzës, sipas të cilit shpenzimet e përballuara nga shteti për sa më sipër janë të kundërligjshme dhe aq më keq të konsiderohen si përvetësim i pasurisë shtetërore të kryer në dobinë time dhe e vënë në thonjza, sepse më çuditi, dhe të personave të tretë vizitorëve të ardhur, sikur kishin vdekur për një kafe. Nga këto shpenzime s'kam pasur asnjë dobi personale. Ato bëheshin për arsye të asaj që unë përfaqësoja për këta njerëz dhe lidhur me funksionet që kisha si kryetare e Frontit Demokratik e tjerë. Ato bëheshin vetëm në dobi të përforcimit të lidhjeve të popullit me partinë në shtet të asaj kohe. Bëheshin në dobi të nderimit të shtetit tonë, kur ishte rasti i pritjeve të huajve, si dhe i mbajtjes së lidhjeve vllazërore me shqiptarët e përte kufirit e të diasporës në përgjithësi, të cilët nuk kanë qenë të pakët dhe dëshiroj ta theksoj se ishte një kënaqësi e nder i veçantë për mua që i prisja. Në fund të këtyre shpjegimeve, dua të shtoj se unë me 1.300 lekët e pagës sime mujore, me të cilën do të ushqeja veten, do të vishesha, do të përballoja detyrimet e mia familjare e farefisnore, nuk mund të përballoja edhe këto detyrime zyrtare, përndryshe unë duhej të mbyllesha në 4 muret e shtëpisë e shkëputur nga miqt e njerëzit. Ky është realiteti. Kjo është e vërteta. Për këtë le të më gjykojë vetë populli. Unë e kam ndërgjegjën krejt të pastër. Si për këtë akuzë, ashtu edhe për ato që do të trajtoj më poshtë, tek të cilat unë s'do të doja të ndalen fare, se më duken akuza as pak serioze, por për to jam e detyruar nga procedura penale të jap shpjegimet e nevojshme. Kafetët, ose i famshmi 3 lekësh. Më duket qesharake kërkesa e llogarisë për kafetë që pas kam pirë falas gjatë 5 vjetëve të fundit, si në pallatin e brigadave, ku ka 5 vjet e më shumë që s'kam shkelur fare, përveç në 2-3 darka zyrtare. Kuptohet sepse, nuk shkoja. As në Rinas, ku kam qenë vetëm 2-3 herë, s'kam porositur kafe as për vete, as për të tjerët. Po kështu në Rrethe, unë kam qenë mike dhe nuk di që shbër as me dietën time. Nga dolën këto fatura të përpiluara e të nënshkruara nga persona të tjerë, garson a çfarë kanë qenë, që na paraqiten pas 5 vjetëve, e sipas të cilave që në kanë mbajtur me saktësi që unë pas kam pirë mbi 8.000 kafe, që bie mesatërisht 5-6 kafe në ditë. Por ja që unë, për arsye shëndetësore, dhe kjo është e vërtetuar, nuk pi më shumë se 1 kafe në ditë, në mëngjes, në shtëpi,
dhe në raste të jashtëzakonshme kur shkoj në ndonjë vizitë për të mos u aprishur qefin. As kam pasur rast e zakon të qeras persona të tjerë jashtë shtëpisë nëpër hotele ose klube, siç bëjnë zakonisht burrat. Prandaj, shifra e vlerës prej 25.550 lek ose rreth $255 nuk është konsumuar nga unë. E treta, valuta, diferenca. Aspekt tjetër i përveçimit pasurisë shtetërore, gjithmonë sipas aktakuzës, përbën edhe diferenca e çmimit të maldrave për familjen time, janë blerë me valutë në dorë jashtë shtetit. Është e vërtet që nëpërmjet drejtorisë së pritjes kemi porositur që të bliheshin jashtë shtetit disa artikuj për përdorim vetjak e familjar kur nuk i gjenim në vend. Për tërheqjen e valutës ka pasur rregulla me autorizim nga drejtoria e nëpërmjet atasheve tregtar, si dhe për shpenzimin e saj ka pasur norma edhe për mua, si për gjithë personat e miratuar. Pagesa në lek është bërë në kohë dhe me dokumente. Ne kemi pasur ankesa për vonesat e faturave nga drejtoria e pritjes dhe ajo për vonesat nga ambasadat. Pikërisht për të mos u vonuar, pagesat i kemi bërë në kohë sipas dokumenteve që dispononin për çdo artikull që blihet me valutë jashtë shtetit. Sipas ekspertëve financiar, të ngarkuar nga kontrolli i shtetit dhe hetusia, pagesat që kemi bërë për këto mallra qenë kanë më të ulta, duke marrë parasysh vlerën e mallit në lek bazuar në konvertimin valutë lek sipas kursit zyrtar. Ky konkluzion nuk është i bazuar, sepse çmimet e shitjes së këtyre artikujve nuk janë caktuar nga unë, as nga punonjësit e drejtorisë së pritjes, por nga persona kompetente, specialiste të ndërmarrjes shtetërore Alpi Impexit në Tiranë, që këtë detyrë e kryenin për të gjitha mallrat industriale që bliheshin për tregtim me valutë jashtë shtetit. Këta persona, të cilët nuk i njoh se kush janë, kanë kryer detyrën e ngarkuar nga shteti, duke i caktuar çmimet në bazë të kritereve të vendosura nga organet shtetërore kompetente. Shuma 143.290 lek ose $1.433, që thuhet se është diferencë çmimi, nuk qëndron si e tillë. Sqarimet e nevojshme për këtë duhet të japin përpara gjykatës specialistë Alpi Impexit, edhe sikur kjo diferencë të ekzistojë, nuk ka arsye apo mbështetje ligjore që të konsiderohet përvetësim të pasurisë shtetërore të kryer nga ana ime. Një minutë. Për ilaçet. Akuzohen se kam përvetësuar pasurinë shtetërore edhe nëpërmjet përdorimit të ilaçeve pa pagesë. Në shumën $52.160 lek ose $521 gjatë 5 vjetëve. Është fakt se sëmundjet që më kanë zënë i kam kaluar në shtëpi. Asnjëherë nuk jam shtruar në spital, ku gjithë qytetarët kurohen me ilaçe pa pagesë. Në rastin tim, shpenzimet i ka përballuar klinika speciale, në zbatim të vendimit të Byros Politike të Komitetit Qendror nr. aq të 76-s. Për tërheqjen e ilaçeve nga farmacia e klinikës, konsumimin e tyre
dhe gjendjen e inventarit të ilaçeve të ndihmës së shpejtë e të sëmundjeve të krye familjareve që ruheshin në dollap e në frigorifer në një dhomë të vogël në ambientet e shërbimit, që ne e quanim infermieri, ku ruheshin dhe dokumentet shëndetësore si kartelat e tjerë, veprimet kryeshin nga personeli i shërbimit shëndetësor. Nga sa jam në dieni, të gjithë antarëve të Komitetit Qendror, siç kam qenë edhe unë në atë kohë, deri në vitin 1990, ilaçet u janë dhënë pa pagesë. Në kundërshtim me sa pretendohet në akt akuzë, pjesëtarët e tjerë të familjes sime për ilaçet që kanë tërhequr nga farmacia e klinikës kanë bërë pagesat përkatëse, gjë që rezulton edhe nga dokumentet që janë parë nga kontrolli financiar. Në këtë përfundim kanë arritur edhe revizorët e Ministrisë së Financave që kontrolluan gjithë dokumentacionin përkatës. E pesta, dhurata për mjekët e huaj. Kur lexova në akt akuzë për dhuratat që u kemi dhënë mjekëve të huaj, thash me vete, sa turp, sikur ta marrin vesh miqtë tanë mjek. Shpenzimi mund të përfshihej në shumën për kurim. Por kur pash njoftimin në krye të gazetave tona, që i hoq imuniteti si deputet ish kryeministrit Adil Çerçanit, ndër të tjera edhe pse u ka dhënë dhurata mjekëve që e kanë operuar e kuruar, mu duk skandaloze. Ku është parë e dëgjuar që shqiptari t'i kujtoj mikut dhuratën që i ka dhënë? Aq më shumë një kryeministër a personalitet i lartë, kur ata mjekët shprehen se, më thojza, është një nder për ta që u është besuar shëndeti i udhëheqësve të një shteti. Nuk pas ka të drejtë të japi një dhuratë. Por edhe për ministritë e disa ndërmarrje shtetërore, si ato të tregtisë jashtme, që presin e përcjellin miq ose afaristë të huaj, ka vendime shtetërore për drekat, darkat e dhuratat që mund të japin. Unë nuk mund të flas për të tjerët, por për sa më përket mua, shumica e profesorëve të shquar francez, tek të cilët jam konsultuar, dhe për dieni po e them që në 23 vjet kam shkuar vetëm 3 herë për jashtë edhe shtruar në spital. Do me thënë, shumica profesorëve të shquar francez tek të cilët jam konsultuar nuk kanë marrë honorare. Gjatë 10 vjetëve e më shumë, ekipi i mjekëve francezë, tek të cilët shkonin mjekët tanë për konsultime lidhur me gjendjen shëndetësore të Enver Hoxhës, edhe kur ndonjëri ka ardhur në Shqipëri, asnjëherë nuk morën honorare. Prandaj, dhënia e disa dhuratave të këtyre mjekëve ishte vetëm një gest modest falënderimi e miqësie, kurse në fakt, ndaj disave prej tyre, si profesor të shquar që ishin, të njohur jo vetëm në Francë, por edhe jashtë, ne kemi mbetur borxhni, sepse kostoja e dhuratave tona ishte e ullët, fare simbolike, në krahasim me honorarin në valutë që u përkiste. Prandaj, është shpirt vogëlsi dhe politikisht poshnjarake ngritje e aq më shumë publike e këtyre gjërave. Nuk e kuptoj atë që thuhet në akt akuzë, që këtë e bënin për përfitim material. Është në thonjza, çfarë përfitimi material mund të kishim? Me këto ne veç nderonim vendin e popullin ton, ne bënim miq për Shqipërinë. Qoftë ky mjek i shquar, qoftë edhe ajo sanitarja e thjeshtë që të ndreq krevatin në spital, që merr si dhuratë një shçall zadrime, a diçka tjetër nga artizanati shqiptar, dhe pa ditur askushje fillon pyet për Shqipërinë, historinë, kulturën, zakonet e popullit ton. Mund të thuhet se për këto nuk ishte ligje nga Kuvendi Popullor. Nga Kuvendi nuk kishte, por kishte vendime partije e shteti monist. Tani në shtetin e ri demokratik, shumë mirë do të bëhet për këto lloj shpenzime do të ketë vendime e ligje të organeve të larta të pushtetit shtetëror. Por sot për sot, për ato që akuzohem unë,
s'janë as sa biletat e aeroplanit vajtje e ardhje për në Amerikë të ministrave tanë, që po vene njëri pas tjetrit, kush për kontroll, kush për punë të tjera. Siç po lexoj në shtyp, në 8-9 muaj pushtet po ben kaq udhime e muaj mjalti jashtë shtetit nga personalitetet shtetërore e partija, sa nuk janë bërë në 45 vitet e kaluara. Si retrotransparencë, po e them sot, se në 45 vjet, vetëm 3 herë kam shoqëruar Enver Hoxhën si kryetar delegacioni jashtë shtetit. Kurse sot, sikur po bëhet garë në mes pushtetasve, politikanëve të rinj, kush të mund të njohin botën në disa muaj, përderisa dhe arkat e shtetit s'din si bëjnë paratë që kanë. Në mbyllje të kapitullit të përvetësimit, në mbyllje të episodeve të aktakuzës, duhet t'i përmbajsh akuzës. Nga salla s'kemi nevojë për ndërhyrje. Po për akuzën fola deri tash ju. Mirë, po krahasime kështu mund të bëjmë, mund të mos bëjmë, po nuk duhet të bësh këtu. Fol për akuzën, për shpenzimet që janë bërë, në mënyrën si janë bërë dhe se sa e kanë prekur ato interesin e. Prokurori u fut në çështje politike, në akuza. Ajo është e drejta e prokurorit. Nuk ka vend për të bërë polemik kur ti po jam e lirë shpjegime rreth akuzës. Pastaj është e drejta e prokurorit që të ndërhyjë. Ka marrë këtu të mbroj veten time. Po. Në mbyllje të episodeve të aktakuzës për përvetësim të pasurisë shtetërore, më lejoni të shtroj pyetjen. Në shtetin e ri demokratik që po krijohet, nuk do të bëhen shpenzime për pritje përcjellje? Apo personalitetet politike do t'i paguajnë këto nga rrogat e tyre, me që i kanë dhe 10 fish më të larta se ato tonat në të kaluarën. Nuk do të dalin jashtë shtetit personalitetet, jo vetëm për kontakte politike, por edhe për kurim, operacione e tjerë. Nuk do të japin sipas rastit dhurata. Më mirë të vazhdojmë me episodet e akuzës. Po mbarova. Sipas rastit, pse nuk ju A nuk do të ketë vendime e ligj për trajtimin jo vetëm të shefave kryesor të shtetit, presidentit, unë flas në favor këtu, që duan marrë vendime të tilla. Presidentit, kryeministit e ndonjë tjetri, siç e ka Evropa e Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bile edhe për pensionet jetike për familjet e tyre, edhe Ahmet Zogu jepte pension të shoqës së Themistokli Gërmenjit dhe të Çerçistopullit e të ndonjë tjetri. Edhe shteti ynë popullor, përveç shumë të tjerave, i dha derisa vdiq pension të veçantë të shoqes gjermane të doktor Omer Nishanit, ish presidenti i parë i Republikës Popullore të Shqipërisë, duke ia dërguar në Vjenë çdo muaj. Nga gjithë sa shpjegova më lart, del qartë se nuk kam kryer veprën penale të përvetësimit të pasurisë shtetërore për të cilën akuzohem pa të drejtë. Për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Veç veprës penale të përvetësimit të pasurisë shtetërore, akuzohem dhe për shpërdorim të detyrës me dëm ekonomik në shumën 121.738 lekë, që është barës me $1.217, pleft kjo e përqindjes së amortizimit të pajisjeve dhe mungesave në inventar për periudhën 5 vjeçare 86-90. Nuk ishte fare e rregullt që për 45 vjet në shtëpinë tonë nuk ishte bërë kontroll inventari. Ai u bë gjatë 5 muajve korrik nëntor 1991. Raporti që u bë në Kuvendin Popullor u bë para këtij kontrolli dhe gjendja u shtrua kuturu, duke bërë mbledhje aritmetike nga defteret e 45 vjetëve të qëllimave, të mobilive, televizorëve, frigoriferëve e tjerë, pa kërkuar asnjë shpjegim as nga zotët e shtëpisë,
as nga administratorët që merreshin me dinamikën e hyrjeve e daljeve dhe zëvendësimin e objekteve të amortizuara në gjithë këto vite. Me qëllim të caktuar në shifrat raportuese të kontrollit të shtetit, u përfshinë si pajisje të shtëpisë edhe vlefta e objekteve të tillë, si kabina elektrike 6 kW, mungesat inventarit në mjediset e shërbimit të rojeve, deri edhe veshjet e punës të punonjësve e tjerë. Nga totali i shumës së përgjithshme të pajisjeve për 6.251.000 lekë, rezultoi se në 45 vjet kanë dalë jashtë përdorimit si të vjetruara, të prishura ato thyera, objekte me një shumë prej 370.000 lekë, që është e barabartë me $3.705. Kjo shumë, relativisht e ullët në krahasim me shumën e përgjithshme dhe për një periudhë 45 vjeçare, flet për kujdesin e pjesëtarëve të familjes për këtë pasuri shtetërore dhe ndershmërinë e personelit që është marrë me to. Po kështu, akuzohen për mungesa në inventar për 5 vitet e fundit në shumën $31.916 lekë ose $319, që përfaqëson vleftën e artikujve të tillë si lampa elektrike, e në kuzhine, filxhane kafeje, çaj, gota uji, kova, lugë, pjata, tasa e tjerë. Në çdo shtëpi ngjasin thyerje e amortizime të tilla. Për vetë natyrën e punës që kryhen në atë kohë, nuk ka qenë detyrë ime të ndiqja këto anë të administrimit të inventarit të banesës. Për këtë që në ngarkuar personat saktuar në këto kushte, nuk ka pse të mbajë përgjegjësi ligjore për këto mungesa dhe aq më tepër përgjegjësi penale. Nuk pranoj dhe akt akuzën që më bëhet që kam tërhequr në mënyrë të parregullt objekte nga shtëpia kur u largova. Inventari u bë edhe në shtëpinë ku shkova dhe nuk doli asgjë mangut. Unë ktheva ato sende që nuk i përballoja dot për t'i blerë dhe në moshën mbi 70 vjeçare, pas 50 vjet pune intensive, ngrita shtëpi nga e para, duke blerë deri në një, krevatin tim, skrivanin, një copë bibliotek e deri në enët e kuzhinës. Ky që është shpërblimi, më thonjza, që më dha shteti, kjo që pasuria, prap në thonjza që më la Enver Hoxha, i cili gjatë gjithë veprimtarisë së tij publicistike nuk mori asnjë lek honorar ose ndonjë shpërblim tjetër personal. Do të ishte mirë të krijojë një grup gazetarësh nga tanët dhe të huaj dhe të vizitonin shtëpinë ku kemi banuar. Në Tiranë, mund të në Durrës e Pogradec ku pushonim dhe të konstatojnë me sytë e tyre se si i kemi lënë këto shtëpi e pajisjet në to, të pastra, të paprishura, të gatshme për të përdorur e për të nderuar me çdo personalitet të lartë të huaj. Gazetarët e huaj do të ishin në gjendje të konstatonin nëse me të vërtet shtëpitë tona janë aq luksoze sa na akuzojnë. Më vjen keq për sa dëgjoj tani që 2 shtëpitë në Tiranë janë vulosur, personeli i shërbimit është pushuar dhe nuk di çfarë bëhet me librat që janë afro 3-4.000 e përbën një koleksion të zgjedhur, si dhe mi mobiljet e pajisjet e tjera. Kush do të përgjigjet për dëmtimet që po i bëhen tani kësaj pasurie shtetërore? Në akt akuzë thuhet se pas vitit 85, duke dashur të bëj një jetë familjare luksoze, me kërkesën time të vazhdueshme, në thonjza, drejtoria e pritjes nga viti në vit i ka shtuar pajisjet në ndërtesën ku banoja. E theksoj se në shtëpinë ku banoja, familjarisht, asnjë shpenzim nuk është bërë për luks. E vërteta për hyrje që kanë vazhduar edhe pas 85-s, e që kapkan shumën prej 829.800 e ca lek, është shumë larg akuzës që më bëhet, si e mësuar me luks, më thonjza, që kanë bërë
porosira të reja për jetë luksoze, në thonjë se e tjerë. Kjo më rëndet dhe më revolton, sepse nuk do të desha të pohoj publikisht dhimbjet e mia se pas 1985-s në shpirtin e në shtëpinë time kishte rënë zia. Këto shpenzime nuk janë bërë për luks. Me që tani shumë gjëra mund të thuan edhe publikisht, nuk po e mbaj të fshet, se në vitet e fundit, shtëpia shpesh kthehej në spital a klinik, si të thuash. E ditët e fundit të jetës së Enverit u kthyen në repart reanimacioni. Mbi mokete shkelen 10 mjek e infermier, hyn lloj-lloj aparaturash me rrotat e tubat e tyre pregome, u derdhën lloj-lloj solucionesh, serumesh e tjerë. Le të thritet si dëshmitar, cili do nga ekipi i mjekëve a infermierëve. Ishte kjo arsye kryesore që më 1986 u desh të ndërohen disa mokete, përveç faktit që atyre u kishte kaluar prej vitesh afati i skadimit. Prandaj, për mua ka qenë shumë e dhimbshme kur edhe ndonjë ish 4 vjetër deputet në Kuvendin Popullor morën ua nga fjalori i opozitarëve dhe filluan të matin mokete të shpisohen me dënym për të sensibilizuar e kundërvënë fshatarësinë ndaj asaj që realizoi me Partinë e Punës në udhëheqjen e Enver Hoxhës. Shpenzimet që u bën për këtë qëllim përbëjnë 62% të shumës që akuzohen për shpërdorim detyre. Përveç kësaj, në vitet 87-88, krahas punimeve për muzeun e madh në Tiranë, u vendos të përgatitej dhe shtëpia e vogël, si se quajmë ne, muze, që do të konsiderohet si filiale e të parit. Meqense në këtë ndërtesë për më së 10 vjet nuk banoi dhe shumë pajisje që janë vjetruar gjatë viteve sa nuk mbanin më, u gjykua e nevojshme që disa prej tyre të zëvendësoheshin. Interesimi im në këtë drejtim ka qenë vetëm që të ruaj originaliteti i pajisjeve dhe i vendosjes së tyre, ndërsa porosit për artikuj që duheshin, sasinë dhe vlerën e tyre, si dhe sigurimin e mjeteve financiare, janë kryer nga persona të tjerë të caktuar për këtë qëllim. Rezulton se në atë kohë janë sjell artikuj të ndryshëm më tepër se sa duhej. Kjo nuk ka ndodhur për fajin tim. Me sa duket, personat që janë marrë me këtë detyrë nuk i kanë bërë mirë për llogaritjet, ose kanë menduar se do të duheshin në vitet e ardhshme. Unë personalisht s'kam përfituar gjë. Ato janë gjetur të paprekura. Së fundi, lidhur me këtë kapitull, Drejtoria e Pritjes, për të përballuar vizitat e shumta me rastin e 80 vjetorit të lindjes së Enverit, solli pajisje të ndryshme të përdorimit të gjerë si filxhane, gota e tjerë, duke preferuar të bëj hyrje në inventarin e shtëpisë sesa të sillte nga rezerva e saj për disa ditë, siç bënte më parë në rastet e vizitave masive në datat shënuara, gjë që krijonte shqetësime në përpilimin e dokumenteve të nevojshme gjatë dorëzimeve dhe dëmtimeve gjatë transportit. Sipas mendimit tim, këtu e kanë burimin dhe mungesat për të cilat u bë fjalë më lart. Nga sa thash më sipër, nuk rezulton që të kem kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Ja pra, përsa parashtrova gjatë shpjegimeve të mia, po mbahem e arrestuar në Burg e në qeli izolimi për më shumë se 1 vit. Për këto po dal përpara kësaj gjykate. Jam krejt e qetë për çfarë do të vendoset. Jam plotësisht e ndërgjegjshme që nuk kam kryer asnjërin nga veprat penale për të cilat akuzohen e përrjedhoj jam e pafajshme para ligjit. Në përfundim, i lutem trupit gjykues që gjatë shqyrtimit të kësaj çështjeje penale të marrë dhe të administroj gjithë provat e nevojshme mbi bazën e të cilave të tërheq konkluzione të drejta dhe vendimin e saj ta japë në mënyrë të pavarur, bazuar vetëm në ligj, sipas kohës kur janë kryer këto vepra.
Por quaj me vend se me gjithë orientimet Zoti prokuror, dhe këshillat pushim. Çfarë ka pushim?